Rikthehemi sërish së bashku për diskutuar për një javë intensive për integrimin europian të Shqipërisë dhe atë të Ballkanit Perëndimor. Ditën e sotme u mbajt një takim me operatorët e biznesit ushqimor, ku prezent ishte dhe kryeministri Rama dhe ambasadori BE Silvio Gonzato, i cili foli dhe u ndal tek rëndësia e sigurisë ushqimore si një nga fushat e rëndësishme ku progresi nuk vlerësohet vetëm nga miratimi i ligjeve, por dhe nga funksionimi real i sistemeve. Nga ana tjetër, komisionerja për zgjerim Marta Kos ka dërguar një letër paralajmëruese të gjitha kryeqyteteve të rajonit. Nëse reformat nuk përshpejtohen deri në fund të qershorit, 6 vendet e Ballkanit rrezikojnë të humbasin kolektivisht mbi 700 milion euro nga plani rritjes së BE-s. Shqipërisë i rrezikohen 67.7 milion euro. Ndërkohë ka pasur dhe një takim të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha dje me komisioneren Kos në Bruksel dhe ky e cilësoi procesin e negociatave si dinamik dhe të avancuar. Por a mjaftojnë takimet dhe retorikat? Zhvillojmë një bisedë me zotin Gledis Gjipali, drejtuesi i lëvizjes europiane për Shqipërinë, ekspert integrimi. Zoti Gjipali, ju përshëndes, ju falenderoj për kohën. Përshëndetje, faleminderit. Për të nisur fillimisht nga takimi i fundit që pati kryeministri Rama me operatorë të biznesit për sigurinë ushqimore, një nga fushat më komplekse të reformës për integrimin në BE. Doja të pyesja, si ka qenë deri më tani progresi i Shqipërisë në sigurinë ushqimore? Po, do të thosha që Shqipëria ka ecur me një ritëm të shpejtë në vitet e fundit sa i takon sigurisë ushqimore, por do të kemi parasysh që është një fushë shumë komplekse, shumë dinamike, ka shumë kërkesa dhe ka një ndërthurje midis institucioneve shtetërore dhe subjekteve privat, operatorëve. Prandaj, kur flasim për standarde në këtë fushë, nuk duhet të harrojmë që një pjesë janë ato që duhet plotësohen nga institucionet shtetërore, por pjesa më e madhe duhet plotësohet nga subjektet private. Dhe këtu ka problematika të shumta që siç e keni vënë re dhe janë ndjerë në muajt apo vitet e fundit, janë bërë dhe çështje publike që janë shqetësuese, ka diskutim, ka vazhdimisht mbulim të këtyre problematikave dhe në media në rritje. Do të thosha gjë që është pozitive sepse hedh dritë mbi çështje të rëndësishme që në radhë parë kanë të bëjnë me shëndetin tonë si konsumator dhe në radhë dytë me procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kur i referohet zoti Gonzato për funksionimin real të sistemeve, për çfarë ka fjalën? Pra jo vetëm miratimi i ligjeve, thaj në fjalën e tij. Nuk mjafton vetëm kaq për vlerësimin. Pjesa më e vështirë është pjesa e zbatimit, kuptohet. Ka një sër masash ligjore të cilat janë ndërmarrë dhe do vazhdojnë të ndërmerren, por i gjithë ky korpus legjislativ testohet me zbatimin e tyre. Dhe zbatimi kërkon ngritjen dhe funksionimin e një sistemi të tërë kontrollues, menaxhues të sigurisë ushqimore, që nis që nga ferma, nga prodhimi e deri tek tavolina, tek arritja e ushqimit në tavolinë. Qoftë kjo për eksportet, qoftë për importet, pra janë të njëjtat rregullat, të njëjtat standarde që duhet të aplikohen. Dhe kjo në radhë parë është e kushtueshme, sepse kërkon një rrjet laboratorësh që janë duke u ngritur dhe me financim, kryesisht me financim të Bashkimit Evropian, por kërkon dhe investime të vazhdueshme nga subjektet private për të rritur standardet e tyre. Pra nuk mund të operojnë në atë mënyrë që kanë operuar deri më sot, sepse standardet europiane nuk e lejojnë dhe Shqipëria gradualisht po aplikon këto standarde europiane. Gradualisht, por nëse do duhem të antarësohemi në 2030-ën, do të thotë që në 2030-ën këto standarde duhet të aplikohen në tërësinë e tyre, në çdo fushë të sigurisë ushqimore, në çdo sektor. E qartë, një pyetje tjetër ku komisionerja Kos i ka dërguar me shkrim të gjitha kryeqyteteve të rajonit një paralajmërim. Pra, 700 milion euro janë në rrezik nëse reformat nuk zbatohen brenda 30 qershorit. Do doja të pyesja pse tani dhe sa serioze është ky paralajmërim nga ana e komisioneres për zgjerim, apo kemi të bëjmë me një presion rutinë nga ana e Brukselit? Jo, kjo ka të bëjë me vetë procesin e këtyre fondeve që janë pjesë e planit të rritjes. Dhe siç e dim, Shqipëria ka marrë transhet e para, ka qenë nga vendet e para Bashkëmarrëzi që ka marrë transhin e parë,
dhe raporton çdo 6 muaj për reformat e kërkuara për një periudhë 3 vjeçare. Çdo 6 muaj me marrjen e një raporti pozitiv bëhet dhe transhi i radhës. Aktualisht kemi hyrë në periudhën e mbarimit të vitit parë, e cila është një deadline ku janë disa çështje të cilat nuk janë bërë siç duhet, pra nuk janë përfunduar 100% dhe i jepet kjo. Cilat reforma konkretisht janë të paplotësuara? Janë njësër aspektesh, cilat Komisioni Evropian i ka vlerësuar jo plotësisht të kryera dhe për këto çështje ka dhënë një afat 1 vjeçar, quhet grace period, pra periudhë falje që ti të jepet kohë shtesë për t'i arritur. Janë të ndryshme, kanë të bëjë që me ngritje institucionesh, parafrim legjislacioni, praktika të ndryshme, nga çështjet të drejtave të njeriut deri tek ato ekonomike, financiare. Pra janë një shumëllojshmëri masash, do të thosha. Shqipëria përgjithsisht ka avancuar mirë, por duhet pat kujdes për t'i plotësuar të gjitha në mënyrë që të kemi një disbursim të vazhdueshëm, mos kemi vonesa, por edhe mund të përfitojmë nga vendet cilat janë më mbrapa, siç është për shembull Bosnia, e cila nuk ka marrë ende asnjë transh. 373 milion euro humbet Bosnia nëse nuk plotëson afatet. Dhe ky instrument lejon që vendet që ecin më shpejt të marrin dhe fondet cilat ishin paracaktuar për vendet cilat ecin më ngadalë, pra me qëllimin që mos digjet fondi, por në qoftë se të gjitha vendet janë keq, kuptohet pastaj ky fond digjet, që është rasti për këtë 700 milionë. Po ky mekanizëm, zoti Gjipali, shërben si një formë për të shtyrë vendet apo rrezikon edhe ato vendet të cilat kanë vullnet për të respektuar këto afate, sepse është 30 qershori quhet momenti i humbjes së përhershme, pra nuk i përfitojnë më këtë para dhe nuk bëhet fjalë edhe për Shqipërinë për një shifër simbolike, humbet 67.7 milion euro. Po, jo, nëse ne arrim t'i plotësojmë në kohë, nuk humbasim, kuptohet. Komisionerja KOS nuk ka dashur të specifikoj vendet cilat janë më mbrapa apo cilat kanë problematika më të mëdha. E ka bërë për të gjithë vendet e Ballkanit, për të gjashtë që rrezikon. Por mbas qershorit më pas do të shohim se cilat janë ato vende cilat kanë rrezikuar. Mendoj që Shqipëria ka mundësi që ti përfitojë, pra nëse do të plotësojmë, pra do të pat kujdes edhe këto 2 muaj për të plotësuar ato çështje të mbetura në mënyrën e duhur. Gjithashtu, Komisionerja KOS në Parlamentin Evropian ka deklaruar se është e bindur se do të shohë një përparim vendimtar nga vendet anëtare për ribarin e Shqipërisë dhe raportin e ndërmjetëm që mund t'i hapë rrugën dhe fazës së mbylljes kapitujve. Sa i besueshëm është ky optimizëm dhe sa i rëndësishëm është në këtë fazë ku ndodhet Shqipëria drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, sa i realizueshëm? Patjetër që është i rëndësishëm për faktin që vetëm marrja e një raporti pozitiv të lejon që të fillosh të mbyllësh kapitujt, pra në ato fusha ku vendi është më parë, dhe të fokusohesh më pas tek çështjet e tjera të cilat duan më shumë kohë. Komisionerja KOS e shprehu në mënyrë pozitive opinionin e saj dhe për faktin që Komisioni Evropian e ka dërguar raportin pozitiv për Shqipërinë, por janë vendet anëtare ato cilat kanë kundërshtimet e tyre apo çështjet cilat i ngrinë dhe duan sqarim më tepër nga Komisioni apo dhe nga Shqipëria. Për të bindur që progresi në fushat caktuara është real. Pra bëhet fjalë për grup kapitullin e parë, që ka çështje të sistemit drejtësisë, luftës kundër korrupsionit, krimit organizuar, prokurimi publik, pra janë vetëm këto çështje, janë 5 kapituj nga 33 kapituj gjithsej. Dhe në momentin që ne arrim t'i bindim këto vende, patjetër që do të ketë një vendim pozitiv, por ngelet punë për të bërë, pra për të bindur vendet specifike që kanë objekcione apo nuk janë bindura mjaftueshëm. Për të rikthyer pak dhe në vëmendje çështjet politike brenda